Dhe jo ka thënë fare mirë. Po kështu ke PD, kështu ke PS, kështu në gjitha partitë. Jo ka thënë pa mua jeni hiç. Pse? Me kalimin e viteve fitoi besimin e. Si duhen mas këta. Juve më duheni atje në mënyrën më të bukur dhe kanë merituar e lash me barë, tha, Djelzën me 83 firaun vegjël. Pra, këta i qyti statistikë, ditë njësoj. Pra, u depersonalizuan dhe deputetët. Atëherë ne këta bëjnë çdo dhe ligji. T'ju afrosh e miratojnë këta. Po jo, në momenti që ligjet e padrejta ligjerohen edhe bëhen detyrueshme, e thua ti do zbatoj ligjin. Po kur kemi ligjet pa drejta, atëherë i bie që përfaqësuesit tuaj, që janë parlament, kanë ndryshuar anë, nuk janë më përfaqësuesit të interesit të popullit, janë përfaqësues të anti-interesit. Atëherë populli dhe popujt e qytetëruar e kuptojnë thirrjen, i drejtohen atyre ligjeve që janë pa ndryshueshme. Dhe kush janë ligjet e pa ndryshueshme? Janë ligjet hyjnore, të cilët radh parë janë baza ku mbështeten të drejtat e njeriut. Vijnë nga ato ligje. Vijnë nga drejta hyjnore dhe drejta natyrore. Dhe ne kemi me OKB është saksionuar që të ketë një minimum njerëzilliku ky shoqëri njerëzore, 47 OKB e sanksionoi drejtat universale të njeriut. Në kohën e komunizmit shumë këto drejta ne nuk i gëzonin, që nga drejta e fjalës. Tani unë flas me ty, flas për të drejtën me ty, në mënyrë të sinqertë, siç e mendoj, edhe veproj me të drejtën, ku surshëm kanë lënë të dyja palët. Diskriminim total. Ti marrë të gjithë qeverit bashkë që ka pasur Rama, edhe vetë, nëse ka ai certifikime më shumë se mua, dhe gjithë qeveria e tij, se tani s'ja mbaj më emrat, po gjitha çka ka pasur bashkë, edhe merit dhe kontribut, unë e vë bazë publik. Por jo, e unë e kam parë instalimin e meritokracisë si hapin e parë të vrasjes pa drejtësisë. Ku i ke? Ka bërë tani njerëz nga 20 sa vjeç i emron sipas qefit. Emron dhe Djelzën, atëherë bëu si Kaligula. Bledhen e Gomar Peqinin në çon parlament. Tani ne po flasim për të. Pse ndodh kjo? Se baza sot që duhet reagojë, që është populli, nuk është. Nuk është në parametrat e duhura dinjitoz të një qytetari europian që nuk të lejon ta shkelësh për te një caku caktuar. E ti mendon që ky popull pa dinjitet shkon në Europë, kur mos vaft. As më intereson fare. Ky popull nuk e meriton. Sa kohë ky popull është zhele, që zgarabitet dhe jargavitet sa ke Rama ke Berisha, kur mos vaft në Europë. Se realisht, ku e shef në thelb, është ky popull që ka fajin. Jo po çfarë do bëj populli? Ri atjeti. Mos lëvisti, mos luajti. Sakrifikoj unë dhe fëmijët e mi vetëm për juve. Se i kam sakrifikuar unë këto. Për të gjithë llumit dhe fundorinat që mban politika shqiptare duke përballur unë, e kanë bërë punën e tyre. Jo sakrifikojnë fëmijët e mi. E dyta, si mund shkosh ke deputeti kërkosh vende pune? Ne kërkojmë që deputetët bëhen zëdhënës të politikave të gjëra. Po blesh qit voto me vende pune, edhe kërkon pastaj të japësh drejt vetes kanë votuar. S'ka guxuar njëri të më thotë mua, voto për mua se të jap vende pune. Kur s'ka guxuar? Në qoftë se ekziston një patronazhist, ekziston dhe mundësia që ai të bie në kontakt me hallin e një votuesi, ta pyesi e të bëjë dhe pazarin. T'jap kaq vota, t'jap kaq vende pune, apo t'jap të tender, apo t'jap atë. Po këtu pazari kanë dalë shesh. Ne kemi ditur se ku do të që do emroheshin domenin një shpërblim, edhe njerëz nga PD-ja, apo nga LSI-ja, apo nga PL-ja, që tani janë emruar në funksionar të lartë të qeverisë Rama. Kemi ditur që para zgjedhjeve. Këtu pazaret bëjnë hapur. Pse njerëzit nuk reagojnë? Këtu është më thellë. Dhe për drejtohen
ndërgjegjes të njerëzve. Do bëni njerëz me dinjitet. Atë do të keni pak dinjitet nëse nuk ja njeh dinjitetin vetes, nuk ta njeh Frama e total. Dhe ata deputet e PS-s, aty të bëhet mirë. Se kanë kaq kohë që rinë si zombi. Bëhen ato kongreset me nga 10 orë fjalin vetëm një njerëz ta dëgjojnë, edhe bëhen me disa etapa një kongres gjatë 25 muaj, dhe kur vjen ditë thotë rini urtë se pa mua jeni askushit. E mbollën vetë, e krijuan vetë këtë dhe e meritojnë. Kështu e meriton edhe populli. Populli s'ka çfarë bëj populli. Duke mbetur te pjesë, për qafoj parimet dhe dignitetin dhe pasaj të thotë janë popull. Nuk ka popull tillë që merret në përkëmbë në Europë. Nuk është Europa kështu zhele, siç e mendojnë këta. Duke mbetur te pjesa e Partisë Socialiste që ju e përmendët edhe pak më parë, a mendoni se mund të ketë një lëvizje të eksponentëve brenda vetë Partisë Socialiste për t'i thënë Edi Ramës që kaq është boll, kaq është mjaft, dhe a shikoni figura si Erion Braçi apo Elisa Spiropali, e cila së fundmi u shkarkua edhe nga ministre e jashtme? Unë parashikoj që nëse largohet Rama ose kur të bie nga pushteti, do të bëhen më keq se zheljet. Më keq se BD-ja. Po pse çka kupton ti? Këta janë racë tjetër, shqiptar ta. Edhe aq më tepër që janë një nivel. A kaloi dashula nga këtej kështu. Ose ajo caka nga poloja këtej. Ku ka aty? Po ti ishi parti me ditet, po ku e çon ti? Ku e çon? Kush tha ty ti marrësh njerëz këtu? Si është? A ka një vullnet kolegjal? Parti politike janë mendime të organizuara. S'ka demokraci nga poshtë lart, e vran këta dy. Pa ka një lëvizje aktualisht brenda PS-s? Po ka pak kënaqësi, por me të rinë urt. Sus, jo urt, po sus. E fjala urt nuk e meriton, fjala urt është fjalë e madhe. Sus. Se vetëm Spiropali dhe Fatmir Xhafaj nuk ishin në seancë për të votuar pro mbrojtjes së Belinda Ballugut. Atje ka shumë që janë pak kënaqur, ju një personalisht, po zguxojnë, vjen rresh prap. Sus. Po së shalli këtu, shalli këta të tjerë të opozitës që janë shitur. Kur të hapen mirë letrat, do ta shihni mirë. Ta shihni mirë. Edhe si u shit ajo dosja e incineratorëve dhe çfarë synua me të. Pra, këto pabesit janë që e shqetësojnë Ramën, nuk e shqetëson kundërshtarin. Por për momentin janë në krizë të dyja palët. Po i shohim që janë në krizë. Njerëzit PD janë të bindur që në këtë mënyrë nuk arrin dot kur pushtet. Njerëzit PS janë të bindur që në këtë mënyrë s'mund shkohet më gjatë. Tani hajde kuptohet se kush është zgjidhja. Prandaj gjëja më e zgjuar që është serviru është të jetë një qeveri tampon minimumi një vit, unë jam për mendimin të jetë 2 vjet minimumi, me program të qartë 33 kapitujt për të plotësuar dhe për të bërë disa reforma dhe për të garantuar për herë të parë Shqipëri zgjedhje të lira të ndershme në një ambient të larg ndikimit direkt të krimit, të trafikut edhe killerave që kanë marrë pengë jetën shqiptare. Pra, një qeveri pune e pavarur nga dy partitë dhe mundësisht mos miratohet as për tyre. Po të ketë këshill sigurie dhe vetëm ajo mund t'i hapi rrugën Shqipërisë për në Europë shumë më shpejt se sa dërdollisin të gjithë politikanët e lartë bashkë. Unë këtë mendoj, është një zgjidhje juridike mbase e vetmja. Po sa i përket vetë Edi Ramës në raport me Bashkimin Evropian, çfarë po ndodh, sepse sa herë që ka i krizë të brendshme apo sa herë që Vučić mund gjetet në vështirësi, Edi Rama jepi dorë atij teksa së fundmi në një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ata bën një propozim ndryshe për integrimin në Bashkimin Evropian, ndryshe nga sa kishte thënë Edi Rama deri dje për integrimin e vetë Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor
në BE sa i përket vitit 2030? Shiko, Europa ka synuar disa herë që për arsye gjeopolitike ta përshpejtojë. Ka dy mendime. Ta përshpejtojë antarësimin e Ballkanit Perëndimor on blok. Pra kjo pjesa jonë me musliman të ndërpresin ndikimet nga elementet islamik radikal që mund të kenë këtu, dhe pjesa tjetër që janë pjesa slave të ndërpresin ndikimet anti-europiane nga Rusia. E vetme gjë është, por njëkohësisht linjët caktuar kërkojnë se s'mund shkosh tani gjermanët dhe francezët kanë qenë armiqt më të egër me njëri tjetrin, pa të kufirin atje Alsace, Lorraine edhe më poshtë Rheinheim që janë vrarë, janë therrë, edhe vjen puna sot janë aleatë më të mëdhej, i marrin që me kohën e Mitterrandit dhe tjerë, kanë pas takime çdo 2 muaj me njëri tjetër dhe krijuan deri mbas lufte edhe shoqërinë e madhe të Çelikut, të Gjymërgurit e tjerë, ku është baza e tregut evropian dhe Europës. Tani shumë mendojnë që pas zgjidhur problemet shqiptarë dhe serbët, nuk mund të shkojnë me këtë konflikt së bashku në Europë. Këtu ka bazë për ta menduar. Por problemet shqiptarë-serbe duhet zgjidhet duke marrë parasysh pjesën më nevralgjike, se nuk është vetëm Kosova, ne kemi edhe probleme tjera. I gjithë Malizi është pjesë më e madhe popullsi shqiptare që ka humbur identitetin e saj, ka humbur gjuhën, është asimiluar. Të shkosh e të ecësh, në një moment thonë jemi bosnjak, pastaj ju del që janë shqiptarë që kanë humbur lidhjet, kam gjetur dhe nga jugu që janë me emra me Ilç, Toskic, gjeta një familje atje. Nga Toskëria kishin ardhur 200-300 vjet përpara që shkuar atje. Kanë humbur gjuhën. Shumë tjerë i njihnin për malazez, fakt nuk ishin malazez fare. Pra ne kemi shumë probleme për të pasur. Por nuk mund të shkohet në një akordancë të madhe me vëllain serb, duke bërë sherr në një kohë zihesh me këtë vllain shqiptar që të ka bërë nëna këtu, pra me Albinin atje. Pikërisht pra sepse Kosova nuk e ka pritur mirë dhe Donika Gërvalla, ministre e drejtësisë, ka pasur një reagim tash për kundrejtën e Ramës. Unë flas me atë që them unë. Pra ti je detyruar njohësh realitetin, por nuk e njohën e ka përcejon këtë. Po mirë bëj.